Në Korçë u prezantuan gjetjet paraprake të një studimi mbi menaxhimin dhe përdorimin e fondit pyjor në qarkun Korçë, në kuadër të një aktiviteti me pjesëmarrjen e institucioneve, ekspertëve dhe të rinjve. Studimi i realizuar nga All Green Center në bashkitë Korçë, Pogradecë dhe Kolonjë evidenton një rritje të presionit mbi sipërfaqet pyjore, kryesisht nga zhvillimet energjetike dhe turistike. Sipas gjetjeve, në Kolonjë një pjesë e konsiderueshme e projekteve energjetike zhvillohet në zona pyjore, ndërsa në Pogradecë vjet re një kombinim përdorimesh nga agroturizmi deri te ndërhyrjet më intensive. Në Korçë, studimi ngresh shqetësime për procedurat e ndryshimit të statusit të tokës, të iniciuara nga subjekte private. Raporti mbulon një periudhë rreth 3-4 vitet e fundit, evidentohen rreth mbi 200 hektarë të cilët janë dhënë tashmë me qerat, të cilët pritet të zhvillohen atë qoftë panele fotovoltaike, turbina të gjenerimit të energjisë nga era apo dhe të agroturizmit në zonat pyjore. Kur bëhet fjalë për cënimin e sipërfaqeve pyjore, duhet jemi të kujdesshëm sepse në radhë të parë janë sipërfaqe natyrore me rëndësi për ekosistemet, për njerëzit edhe për ekonomitë lokale, kurse nga ana tjetër ka një paketë ligjore e cila vendimarrja duhet të eci pikërisht në përputhje me bazën ligjore, veçanërisht për pyjet, por edhe ligjet e tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit apo të natyrës dhe biodiversitetit. Organizatorët theksuan se raporti është ende në fazë drafti dhe synon të përmirësohet përmes diskutimeve, duke vënë theksin edhe te roli i të rinjve në monitorimin dhe mbrojtjen e pyjeve.